Një mollë e egër në firaj. Të me thënë, molla e egër është një nga mollat e egra që ka efektin e vetë, që dhe qoftë në smundje ku dhe qoftë. Ka. E kam një mollë të egër, që shumë karakteristikë është e molla e egër, do nuk kam pritu ala. Në me thonë, molla e egër duhet kete në mbrojtje natyrës. Duhet kultivohet dhe të këshirët, të me thonë, ku të prishën në atë, mos të prishet dhe të mbjellë diku të transportohet. Ta. Për fakteve të mia, kuptoj, natyra. Ta. Molla e egër. Jam procesi bindur se molla e egër nuk ka si qelan. Molla e egër mund të përdoret për si bimë sharuse, për shumë smundje si qejtë. Ja, molla e egër. Molla e egër përpësaj ka efektin e vetë limit. Mund të shfrytëzohet si ushqim për shpenzët. Përpësaj e shoh nuk di të plak. E anë shpenzë nuk e di se mund të jetë ratë, nuk e di. Që mund të marrohet lëndja, që lëndët janë shumë të nësishme për shëndet. Për njerëz që kanë smundje me sheqer, që njerëz që kanë tension e lartë të gjakut dhe këto. E gjitha është kjo ju përshëndet, që janë një mollë e egër. A shani? Kjo është që ishte nga fakët e mia.